kanalit tim, unë jam Jeta dhe sot kemi një video të re. Unë sapo konsumova pak mëngjesin tim, po vazhdoj të pi dhe një çaj. Kam nisur ditën me çaj sot dhe jo me kafe sepse gjatë gjithë natës nuk kam qenë mirë, kisha dhimbje fyti, dhimbje koke, pak si jethe, shpresoj që mos kem pasur dhe temperaturë, por nuk jam e sigurt sepse nuk është se e mata. Në mëngjes isha shumë e lodhur, nuk kisha dëshirë të bëja asgjë, as melodi nuk e çova në kopës në fakt sepse ajo nuk është se është shumë mirë, ka kohë dhe thash nuk po e lodh dhe atë, po e mbaj në shtëpi se nuk më gjen gjë. Pasi të mbaroj çajin të pi dhe një oki sepse kam ende dhimbje koke dhe shpresoj që të më kaloj. Dua që gjatë ditës të qëndroj në lëvizje dhe mos trishtrir në krevat ose në divan sepse pastaj më keq bëhem edhe nuk arrit dot të ngrehem. Kështu që thash më mirë po e nis ditën me pak energji. Ti mbledhim energji ta avash gjatë ditës. Sepse sot qenka edhe një ditë e bukur me diell, edhe thash është gjunaf që sot mos ta hap kamerën edhe të filmoj, sepse nuk doja që t'ju leja pa video këtë javë. Kemi hyrë dhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, e uroj të gjithëve argjërim të lehtë. Për të gjithë ju që po argjëroni sot, ndërkohë që shikoni këtë video, të më falni, ju kërkoj ndjesë sepse unë po haj dhe po pi tani momentalisht. Pa humbur kohë të nxjerr pak mish nga frigoriferi të shkrihet, duhet që të tuaj për drek. Mëngjesi imi sot ka qenë shumë i avashtë, unë ngreta avash. Unë që nga ora 6 mëngjesit deri kur unë ngreta kam qenë me kështu të ngrehem, mos të ngrehem, të zgjohem, mos të zgjohem. Ta çoj me ditë kopës, po ta çoj kam qenë një herë me pak fjalë. Edhe nuk është se fleta gjuhë, deta shtrir deri në orën 8:40, diçka e tillë, por nuk është se fleta gjuhë. Nuk ju besohet, por ka shkuar ora 10:10 e mëngjesit. Në fakt doja që të kisha bërë diçka tjetër sot, sepse që bajta gocën në shtëpi ta çoja pak tek parku sepse u bë shumë kohë që nuk shkoj tek parku edhe me që ishte edhe si kohë e mirë sot, me diell thash ta kisha çuar, po shkon shumë vonë tani. Unë të them të drejtën këto çajrat nuk i preferoj. Të paktën personalisht nuk besoj që do jap ndonjë efekt apo diçka sepse është sikur po pi ujë me sheqer edhe me ngjyrues brenda, asgjë tjetër. Do kisha bërë çaj mali tani me pak mjalt, ai do ishte fantastik, por ja që se ka. Do bëj dhe një oki tani me shpresën që të më ndaloj dhimbja e kokës edhe të jem pak më mirë. Unë në fakt ka disa vite që kam zbuluar disa ilaçe. Kam zbuluar që i zbulova unë, por që i bleva dikur dhe më pash që më bën direkt efekt. Dhe vazhdoj t'i marr sa herë së mure. Më falni. Po thoja që i marr ato ilaçet sa herë së mure edhe më bëjnë direkt efekt. Quhen Vicks Flu, janë bustina, pra që i shkrin në gjysmë gotë ujë të ngrohtë. Janë me shi limon edhe ka një shumë të fortë limone. Direkt sa në has, që direkt atë çlirimin e hundëve. Pas gjysore një ore, sikur vazhdoj të ndihem pak më mirë dhe më kalon pastaj. Mirë po më kishin mbaruar, nuk kisha më e piva një oki. Edhe ishte kohë mirë, edhe kisha pak punë te komuna, edhe dola një shëtitje në këmbë. Edhe vorari që ishte hapur një dyqan i ri, por make-up-e, ishte hapur NYX Cosmetics, edhe këtu nuk ka pasur, është dyqani i parë që hapet, edhe më duk shumë interesant, doja ta vizitoja, por të vizitoj bashkë me ju që t'ju marrë dhe ju me vete. Shoh shumë video të vajzave që përdorin shumë make-up-et e NYX-it, ka nxjerrë edhe shumë gjëra të reja kohë të fundit, ose unë që jam fiksuar me gjenerat për vetullat, thonë që ka gel shumë të mirë për vetullat, edhe disa lip oil, edhe doja shumë të kaloja dhe të shikoja make-up-et që ka. Përfundova me qiellën, më gatova në tigan edhe pastaj pjesën tjetër kohës që duhet përgatuar e futa në furrë. Tani do vishemi të bëhemi gati sepse të dalim edhe ku do shkojmë? Xhiro. Të ikim xhiro tek parku.
si dukem tani, sepse nuk shikoj asgjë nga drita. Kaca që dolëm tek parku, ndërkohë po shtoj melodin tek Shilarsja, po kënaqet shumë. Nuk e hapa kamerën më përpara sepse takova një zonjë që as nuk e njihja, por kishte një qen të bukur shumë i lezetshëm, ai qeni i vogël, i bardha, sa kullore. Që melodia i kishte qef, ndaluam pak duke lozur me qenin, edhe pastaj futa në muhabet me zonjën që ishte një zonjë shumë e mirë, edhe më pëlqeu. Na shkoi muhabeti, u kënaqem edhe vetëm tani po e hap kamerën. Ju thash që ishte kohë e mirë, edhe sa po dolëm ne, iku dielli, u vrësua, duhet kishim dalë që në mëngjes herët, sepse tani filloi të ftohi. Edhe më duket se sot mesdite më tha ajo gruaja, në karnavalet, sepse duhet të dilnin të mërkurën pasdite, të maskuar pra në rrugë, edhe nuk ishin dalë të mërkurën se më duket ka qenë kohë e keqe shi, nuk e di pse eksaktësisht, nuk e mbaj mend çfarë ditë ka qenë, edhe më duket se do dilnin sot, nuk jam e sigurt, më duhet futem online diku të shikoj ose të pyes ndonjë. Do doja të dilja faktikisht, por nuk e di, sepse siç ju thash filloi të ftojë goxha dhe kam frikë se mos është shumë ftohtë, edhe ne gja jemi me grip, të dalim dhe një herë në të ftohtë edhe smurim fare pastaj. Më falni, tani sapo e vura re që kisha vënë një opsion të gabuar të kamerës, edhe nuk ishte ai që duhet për të bërë video, sepse më kishte nxjerr videon shumë të bardhë, por s'kam çfarë të bëj tani. Në fakt unë kisha planifikuar të ikja tek një park tjetër që është më i madh dhe ka lodra, sepse këtu ku jam unë është afër shtëpisë dhe përveç Shilarses, edhe një kali që nuk ka asgjë tjetër, edhe bari që është pak i pisët, sepse siç ju thash kalojnë njerëz me qen, çotisin qent, edhe ndërsa tek ai parku tjetër nuk lejohet që të fusin qent, edhe është më i pastër dhe plus ka shumë lodra për fëmijë. Po na shkoi pak vonë, dhe ai është me orar dhe nuk isha e sigurt nëse mbyll në orën 12 apo mbyll në orën 1, dhe thash më mirë po shkoj këtu afër shtëpisë, edhe nuk po lodhem të shkoj direkt. Unë pata mor dhe kafen time me vete, por i kisha hedhur pak si shumë sheqer dhe me sheqer shumë mua nuk më pëlqen nëse pi dot. Po e pi me zor avash avash. Ciao. Tani po kthehemi në shtëpi më mirë, sepse filloi të fry pak si shumë mirë, edhe koha u ftof goxha, kështu që më mirë po ikim në shtëpi se sa të sëmurim më keq se sa që jemi. Sa po u kthyem në shtëpi, qa pak këtë sepse koha u ftof goxha, edhe kisha pak ftof, edhe të shkoj të haj pak bukë edhe të shikoj filmin tim të preferuar Shef Ryen që doli mbrëm pjesë e re, edhe të shijoj bukën në maksimum. Të pres pak domate t'i bëj si sallat. Aja me vetmja që nuk i haj dot ushqimet, por nuk pata sallat për të shoqëruar. Nëse kam sallat më shijon ushqimin më shumë. Sallat jeshile, kastraveca, gjëra të tjera nuk pata, vetëm domate kisha, por nuk ka problem. I bëj kështu si salate dhe këto, me pak krem djathi, uthull, krip edhe vaj ulliri. Sa po me erdhi një pako eri nga shenjë për mua. Kjo ishte pakoja që po prisja, as këtë nuk do ja tregoj, sepse tani nuk është momenti, kur të vi momenti do ja tregoj. Por po ju tregoj vetëm ju që bënte pjesë te kjo pakoja, të cilat janë këto takat për melodin, janë shumë të lezetshme, shumë të bukura.
Por, problemi vetëm ishte që ai kisha marrë numër shumë të madh, sepse unë gatrohem pak me numrin e këmbës së melodisë, sepse çizmet që ajo vesh tani vesh numër 27-a, bëjnë fikse. Nuk e di pse, ndoshta nga që është modeli çizmes, duhet pak numri më i madh që të rri më mirë, nga që kanë lesh brenda. Jam mora 27-a që për atëherë kur më duhen mua të ishte tamam. Këto më kishin ardhur numri 28-a, edhe kishte shumë të mëdhaja. Pra maksimumi duhet e kisha marrë numër 25 që të rrinin tamam, besoj unë. Gjithsesi bëra reso tek sheni, edhe më tha që produktin mund ta mbaj edhe lekët do mi kthejnë mbrapsht, se nuk është se i mora shtren, diku tek 6 euro bën, nuk kanë bërë më shumë. Lekët mi kthejnë brenda 48 orësh, ndërsa takat i mbajmë për kur të rritën mba melodisë që t'i veshi, por ekzistuan deri atje, sepse melodia edhe pse i ka të mdoja, i veshën për shtëpi, edhe nuk i hiqën nga këmba. Tani unë do shkoj të bëj një kafe edhe të vazhdoj të bëj darkën. Mendoj që do bëj një pastiqe. Ora është 3:30, e di që është herët, por më mirë ta bëj herët se sa pastaj ta bëj shumë vonë, sepse vjera ime sot argjëron edhe më mirë që të jetë darka e bërë. Kur i thonë atij llafit, më mirë herët se sa vonë. Pastaj është edhe ai tjetri, më mirë vonë se sa kurrë, por unë do përdor të parën sot. Pak të makarona të gjata për pastiqe nuk kam, por i bëjmë makarona të shkurtra sepse besoj se ka ndonjë ndryshim të madh. Më mirë me makarona të gjata del, por kur s'ke ç'a të bësh. Atë pa me? Pse si ora me tatën? E vot këllimi. I bëj si zhulca. Alo. Me këtë do folësh alo? The Barbie. Barbie. Më kam mbaruar kafja e makinetës, edhe shqyr më ka ngjetur pak nga kjo kafe, do bëj nga kjo. Është kafe pluhur, mjafton ta hedhësh në ujë ose në qumë është të nxehtë, edhe u bë. Kafja u bë, edhe do e shoqëroj nga ato karamelet që janë karamele si çokoladë e Dubait. Nuk mbaj mend nëse ja kam treguar, por më duket se nuk ja kam treguar. Edhe është kështu nga brenda. Dhe brenda ka kadaif edhe pistakjo. Shqip quhet fëstëk, pistakjo, ajo jeshilja nuk e di si quhet në shqip, por italisht quhet pistakjo. E kam zbuluar kohët e fundit që i kam blerë tek Eurospini, edhe më pëlqej shumë. Edhe mua dhe burrit tim na pëlqej shumë, edhe sa herë shkoj tani i marr, sepse janë në vërtet shumë të shijshme. Tashmë kam bërë si rutinë që çdo pasdite e pi kafen të shoqëroj me këtë. Shikoni se si është nga brenda. Këtu është me kadaif, edhe këtu ka pjesën e pistakjos. Ore, bëjmë ndihje faqen Jeta është qef në Instagram, ose në Facebook, kudo që tjetë. Unë ndjek në Instagram. Edhe për ditë më dali lajme nga më të pazakontat aty. Një që ishte bombë fare që diku tek 2-3 ditë para e nxorri. Nuk dua të flas fare sepse nuk dua ta mbyej gojën time me ato fjalë të personave në fjalë. Por është ajo pjesa me qenin, nëse keni para kuptoni, çfarë po ndodh me botën ku jetojmë? Çfarë po ndodh me personat që jetojmë rreth e përqark? Mendoj që po shkojmë në një grad aq të keqe të jetës tonë sa nuk arrit dot ta shpjegoj. Me pak fjalë mendoj që po vjen kiameti. Kush ka lexuar Kur'an, unë personalisht nuk kam lexuar Kur'an, por nga të tjerë që kanë lexuar ose nga faktet e nxjerrin për ditën e kiametit, pra fundi botës, e gjëra të tilla, mendoj që jemi afruar shumë, sepse me gjithë të ngjarjet që po ndodhin, është vërtet që po vjen fundi botës. Siç edhe bëra, do jetë pak i gjalp edhe djathtë të gryur nga sipër dhe do e fus në furrë.
të gjithë kuzhinën sepse ishte bërë pak rrëmuj dhe thash po e pastroj pa e lajme që darkën e bëra herët sonte. Më është bërë dhe furra për të larë sepse këto ditë kam përdorur pothuajse për ditë edhe ka nevojë të lahet, por normalisht sot nuk e kam dorë me ta laj më. Okej, unë e lava të gjithë pjesën e kuzhinës, për tani do të tuajm prapë aty sipër sepse harrova sepse desha të bëj pak si punë frogeze me kungull. Pikërisht më pëlqen që ta bëj kungullin me kos, nuk e di nëse keni dëgjuar ju, por kos më ka ngjetur dhe pak, edhe nuk po e shpërdoroj atë që kam. Fëmijët e pallatit që qajnë andej edhe dëgjohet zëri deri këtu. Po thoya që do të skuq kungullin edhe do e bëj si frogezë me pana, me që nuk kam kos, edhe ashtu del shumë mirë, edhe për të shoqëruar pastiçën mendoj se do jetë ashtu shumë mirë. Edhe do më bëhet sopapis prap, por s'ka problem. Pak të më bëhet veç pjesa këtu sipër, i çoj një leckë edhe është në rregull. Përdor këtë kungull që kam këtu në qese, e kisha larë dhe kisha prerë para disa ditësh vetë, edhe tani e kam gati vetëm për ta skuqur. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Flokët t'i kap apo t'i mbaj kështu? Po e mbaj kështu, të vendos pak edhe këto syzet e mia leopardato që këto kohët e fundit janë fiksuar shumë me syzet leopardato. Sot kemi një thrifting day, pra do kaloj pak të përdorura, të hedh një sy. Shiko shumë e mirë, shumë e bukur, me diell. Dëgjohen cicërimat e zojshve që në mëngjes, edhe është që djesi shumë e mirë, nuk di si ta shpjegoj. Duke kuptoj se nga po vjen ky trafik sot, por ka ja 10 minuta që kam ngelur këtu në trafik, edhe nuk duke ecë makinat para, nuk e di çka ka ndodhur, sepse nuk arrit të shikoj asgjë, por po pres këtu, ç'a të bëj? Ajo me vetmja unë që fiksohem me këngë turke. Nuk është se po pëlqej të gjitha këngët turke, por këto këngë turke që bëjnë pjesët e filmit të Shef Rrya, që e hedhin në TikTok, edhe i vendosin ato këngët në sfond. Unë me ato këngët fiksohem, edhe nuk e di domethënë, janë shumë të bukura. Një që ka dalë tani, që se mbaj men emrin, edhe një tjetër që na pyesën mesela, çfarë po bën? Për shembull, mos është kështu për kthimi, nuk e di. Unë do shkoj tani atje, edhe do futem tek ai grumbulli, edhe të kërkoj. Juve normalisht që do ju lej këtu në makinë. Tani, që e bleva ja dy gjëra e bleva. Që një gjë një herë paguajta, për atë nuk është se e kam shumë mendjen aty, por që mora një gjë tjetër më të shtrenjtë mora. Tani se ja vlen, se nuk ja vlen, nuk e di, për të paktën në trurin tim, ajo ishte e bukur. E mendova me një outfit, ditë pranverore, nuk e di, ishte diçka që më tërhoqi shumë edhe mora. Do thoni ju çfarë është? Ajo është një çantë. Do ta shikoni tani apo t'ja tregoj ku shkoj në shtëpi? Po ja tregoj ku shkoj në shtëpi më mirë, sepse tani desha të shkoj deri tek Nix, që ju thash dje që është hapur Nix Cosmetics këtu. Është e pamundur të jetë hapur dyqani i ri dhe unë mos shkoj ta vizitoj. Pra, sot është dita që unë të shkoj ta vizitoj. Le të ikim. Të fshidhet pak duart se nuk e di, e keni beziu kur prek një gjitha të gjëra aty sikur të lej një ndjesi në dorë që nuk di si ta shpjegoj. Të vendos pak biletën që mos e rrezikoj me një gjom. Supozoj që unë mos harxoj lek, edhe them vetes time për herë që mos harxoj lek. Kurse i lekët, edhe si përfundoj vetëm duke harxuar lek. Isha tek Nix, edhe më pëlqeu shumë, një dyqan shumë i bukur, kishte shumë mundësi zgjedhjesh, kishte shumë gjëra të bukura. Çmimet ishin nga ato çmimet ekonomike, tani dhe tulta fare jo, po edhe nga ato të larta fare jo. Mora një xhel vetullash, sepse ai që kisha po më mbaronte dhe thash, jam po marr dhe një xhel vetullash. Mora këtë, shpresoj që të jetë i mirë, do e provoj kur të shkoj në shtëpi. Ishte një aplikatër pak të veçantë, nuk e kisha parë më përpara, ishte në kokë silikoni me furçe të vogla silikoni. Edhe thonte që kishte efekt laminimi, kanë vetullat sikur janë të laminuara. Kupton? Kishte edhe një tjetër që ishte me çmim pak më të ulët, por i mbaronte efekti më shpejt. Ndoshta kjo të zgjaste më shumë. Edhe unë thash po marr këtë që zgjat më shumë për 2-3 orë më shumë që bënte. S'ka gjë, kështu që
Okej, ishte një pjesë të vogël ku ishin disa tavolina make-upi, pra ishte pasqyra, karrika që të ulet, po me shumë mundësi ishin për ato që donin të provonin produktet, sepse ajo më tha që mund të provosh çdo gjë testrat, pra edhe mund të provosh nëse do të më tha që provoj po deshe, por jo thash, unë po e marr, nuk do rrit provoj edhe herë aty. Më pëlqeu kishte diku tek 3 muaj që kishte hapur. Tani gjeta vendin tim të ri se ku të blej make-upet. Kur të më duhen, sepse tani për momentin kam edhe nuk është se jam tipi i make-upeve, domethënë qefi kam, por nuk është se lyhem edhe aq shumë sa që të blej shumë make-upe. Blej vetëm gjërat e nevojshme. Ktheva në shtëpi dhe nuk kishte si të shkonte ndryshe, po mos ndaloja unë në supermarket si gjithmonë. Edhe mora xhinsin tim që më kishte mbaruar, mora dhe fryrës për bukë, pica, byrek, gjëra të tilla. Është nga këtu kështu që është i butë, mbahet në frigorifer. Edhe qumë është marrë 4 kuti qumër sepse dytë i bëj kos, edhe dytë jenë aty që pi kafe vetë dhe pinë edhe goca. Tani t'ju tregoj pak plere që bëra tek të përdorura. Edhe t'ja filloj nga kjo që mora vetëm mirë, që është një triko pullover, nuk e di si ta quaj. Është kjo kështu, është oversize, me këtë jakën kështu që ka ndalë shumë në modë. Edhe është një ngjyrë të verdhë, pastel, diçka e tillë, më pëlqeu shumë. Për periudhën kur të ngroi koha, me një fund të jeans ose pa jeanse të thjeshta, kjo kështu sipër shumë e bukur, më pëlqeu shumë. Edhe për €1 jam leti, thash pse jo. Është 80% lana vergjine. Është leshë? Nuk e di. Do e hedh në tokë tani sepse do e çoj për të larg. Ajo që kushtoi pak më shumë është kjo çanta këtu. Obeg. Jo të gjithë mund ta preferojnë këtë, mund t'ju pëlqej, por mua kjo më dha një goditje, edhe direkt me këtë më shkoi mendja te ky outfiti që mendova me bluzën e verdhë dhe më fundin jeans, edhe kjo çanta do shkonte shumë. Që thash, në ditët pranverore, ditë ngrohta me diell, nuk e di, do ishte shumë e bukur, në gjendje shumë të mirë, edhe mbajtëset i ka goxha të forta dhe nuk ka dalë asnjë fije nga vendi. Është vetëm pak pis mund të them, por do e laj, do e pastroj mirë. Edhe zinxhiri në gjendje shumë të mirë, copa është shumë e fortë. Sa kjo ka një gjë të mirë sepse as nuk lagët, nuk depërton ujti. Brenda është kështu. Ka 2 xhepa të vegjël ansor edhe xhepin e madh brenda, dhe ka goxha hapësirë, mendoj këtu do fusësh çdo gjë të mundshme, letra të lagura, portofol, çelsa, make-upe, shishe uji, çdo gjë të mundshme mendoj që do hyj këtu brenda. Çfarë mendimi keni ju pëlqen kjo çanta? Thoni në komente se çfarë mendimi keni. Se ju thash mbrëm që janë karnavalet dhe donim të dilnim, faktikisht nuk donim, sepse rreth orës 6 një herë që filloni karnavalet që nisnin, ishte një ftohtë, po ftohtë i tmerrshëm. Pastaj, edhe melodia filloi të krindej shumë. Po i dhimte një vesh me sa duket, sepse filloi të qante dhe më tregonte veshën dhe më thonte që i them. Më kërkoi gjumë që në orën 6. Zakonisht e vendos herët e shtri që në orën 6 gjys 7, por mbrëm më kërkoi gjumë edhe më herët. Nuk po dalim fare. Thash më mirë, po rregulloj gocën që i dhash të haj darke dhe i dhash pak ilaç për veshin, sepse siç më tha i dhimte dhe qante e shtriva dhe pastaj u qetësua shqyrzotet e zoi gjumi edhe fleti. Ishte pak më e lodhur, gje nuk e di, nuk kuptova ndoshta edhe nga gripi, edhe vetë po më dhimbte koka dhe më mirë që ndruam në shtëpi se sa të dilnim në darkë andej. Si përfundim, unë jam tipi që në darkë më shumë preferoj të qëndroj në shtëpi se sa të dalim. Ndërkohë para ditë kur janë ditë të mira me diell në mëngjes, po ndërkohë në mëngjes për herë preferoj të dalë, por pas dite jo u bën kohë gjatë që unë mbrëmjeve edhe pas diteve nuk dalë, sidomos tani në dimër, në verë, pastaj normalisht është dita më e gjatë dhe rësohet në orën 9, edhe normalisht që dalë sepse nuk kalohet të gjithë dita në shtëpi. Por, përse përket orarit të gjumit, pra melodia flen gjumë në orën 7 të darkës, sepse nuk e vendos gjumë në drekë. Pse do thoni ju? Se ende është e vogël as 3 vjeçe si ka bërë ende, për të vetëm në arsye sepse gjumi
e drekës, shtria që në orën 1:30, 2, e zet të gjubi me shumë vështirësi, e zet të gjubi gati në orën 2:03, edhe pastaj pas dite do të flite dhe u zgjote vonë në orën 5, 5 e pak, edhe në darkë pastaj nuk do të flite më gjumë, më shkonte orari shumë vonë deri në 11:30 të darkës, edhe thash, më e mira është të mos flej gjumë në drekë fare. Edhe me këtë orari qeti më mirë, sepse pastaj në darkë e zej gjumë më herët, unë kam kohë për vetën time, është e qetë edhe unë jam e qetë, ndërkohë në verë mendoj që ka që dita shumë e gjatë, normalisht nuk e vendos dot në gjumë që në orën 7, mendoj që do rikthej gjumën e drekës, pra 1 orë në drekë, nga ora 2 deri në 3:30 maksimumi, varet se e zej gjumën dhe se zgjohet pastaj. Ora tani është 12:30. Edhe pak kohë më duhet që të shkoj të marr biletin. E bëni ju këtë që fusi groshën në ujë në darkë, që të zi më shpejt ditën tjetër. Unë tek shtëpia ime, tek shtëpia mamës tim, ne nuk kemi pas bërë të gjë, por këtu vjera ime bën edhe kështu kam vazhduar ta bëj dhe unë, se qasme zihen më shpejt. Edhe kisha futur brëm grosh në ujë, në mëngjes e vendosi vjera për të zier, edhe kur ktheva unë në shtëpi e pash kazier, i hodha kri, kam bërë me mish viçi, po me pjesën e kockut, kockën më duket është, nuk e di, por ka dalë fantastike, sepse gjithë pjesa e palcës te kockat është shkrirë dhe ka rënë brenda aty te grosha. Desha të provoj pak këtë xhelin e vetullave. Ta hap ta shikoj. Domethënë, kjo gjë e vogël ka kushtuar 13 euro. 7 mililitra. Mililitra? Thonë? Nuk thot grambese sepse nuk është gjë e thatë. Ka këtë majën kështu, me një fuqe silikoni, që unë këtë nuk e kam parë më përpara, është hera parë që e shoh edhe do e përdor tani. Aq pak sa ka këtu, kjo do mbaroj për një javë më shumë mundësi. Atëherë, e vetmja gjë që nuk më pëlqen është mënyra e aplikimit. E bën shumë të vështirë. Daljen e xhelit edhe krejën e vetullave, unë kalova edhe një herë një fuqe tjetër sepse ma ato nuk është se rrinin mirë, por cilësia e xhelit është e mirë sepse direkt më ngrin vetullat dhe rrin goxha mirë dhe të fiksuara. Tani se sa zgjasin nuk e di, aty thotë që zgjasin 24 orë, ndoshta zgjasin, ndoshta edhe nuk zgjasin, varet pastaj. I ka të marr melodin. Melodi, ka filluar mashaor sa papi? Është hera e dytë që dua t'ju them diçka, edhe e harroj se çfarë ishte për t'ju thënë dhe tani kam harruar, nuk e di çfarë doja t'ju thoja, por gjithsesi unë do nis të bëj pak darkë tani. Me që kemi grosh do bëj edhe pak pilaf me bizele, sa i nat më vjen kur do të thuash diçka, edhe harron edhe pastaj nuk kujtohet më. Ka disa minuta që mundohem ta kujtoj se çfarë doja t'ju thoja, por s'më kujtohet. E herën e fundit që isha në supermarket, bleva një patë të madhe me oriz, kile, edhe çajkun e pjesës se hodha në kavanos këtu, ndërsa tjetër e kam lënë këtu tek pakoja, që kur të mbaroj këtu në kavanos ta hedh këtu pra kavanos. Mirë që kisha këtë kavanosin e madh në shtëpi. Do e mbas me këtë tenxherën e vogël, një tenxherë plot nga kjo, mendoj që e kemi mjaftueshëm. Tani që po gatuaj meraviglia tek njerëzit që jetojnë në Gaza, tani që ne do argjërojmë edhe do gatuajmë për syfyr, për iftar, do mblidhemi me familje, të hajmë, të gëzojmë, të gatuajmë receta të ndryshme. Në moment të ditës të bje media tek ata persona të shkret, a kanë apo s'kan për të ngrënë, kanë apo s'kan për të pirë. E janë disa gjëra në jetë që të bëjmë të reflektosh për gjitha të mira që kemi dhe ne nuk i shikojmë. Sa të mira në jetë kemi dhe prapse prap nuk kënaqemi. Prandaj duhet të falenderojmë Zotin çdo ditë për gjërat që na ka vënë në këtë jetë. Tani më duhet edhe t'ju mbyll sepse kameras time i ra bateria, por para se të fikët kamera, dua t'ju falenderoj që arritët ta shikoni videon deri në fund. Nëse ju ka pëlqyer, më bëni një like, një subscribe edhe koment si gjithmonë. Edhe bashkë të shikojmë tek video e radhës. Bye!